Të dashur miq, përshëndetje. Sikurse ju premtuam edhe më parë që në serinë e bisedave tona në lidhje me mitin dhe realitetin, sot kemi një tjetër mit përballë realitetit dhe është miti meritokracisë absolute. Radhën e parë folëm për sa i përket potencialit njerëzor, aplikimit të tij dhe rrënjët që çonin në sukses dhe në koeficientin intelektual apo nivelin intelektual të mendimit. Sot do të marrim në konsiderat mitin e meritokracisë absolute. Përsërik, edhe meritokracia është e lidhur me suksesin që një person arrin në jetën e tij dhe kontributet që ai jep për shoqërinë. Ideja se çdo individ arrin suksesin vetëm nga puna dhe talenti i tij është thjesht një mit, sepse mbas këtij miti apo mbas këtij principi që shumë njerëz arrin ta besojnë, qëndrojnë të tjera gjëra që janë më shumë determinuese dhe përcaktuarin rreth meritës së një personi. Dhe sot do të fillojmë me disa pyetje për të shtjelluar si temë që miti i meritokracisë kush e përcakton dhe pse padrejësia quhet drejtësi. Unë dua që këtë ta shpreh nëpërmjet trajtimit shkencor dhe filozofik, duke u nisur nga disa pyetje. Pyetja e parë është çfarë kritere përdoren për të vlerësuar meritokracinë? Kush e vlerëson se kush ka merit e kush nuk ka merit? Përse meritokracia është një mit dhe jo një realitet? Përse ky mit është në qarkullim? Edhe sot e kësaj dije dhe i bën shumë njerëz që të besojnë në meritokraci. Pse një këngëtar vlerësohet nga ana monetare e financiare më shumë se sa një shkencëtar që shpik një ilaç për të shpëtuar njerëzimin nga sëmundjet të ndryshme që njerëzit mund të kenë. Pra, këto pyetje ne do t'i ngrem dhe do të fokusohemi në mënyrë thelbësore, në mënyrë kritike dhe analitike, duke u bazuar mbi arsyen, mbi logjikën e duke hedhur dritë mbi të pavërtetat që njerëzit duhet i dinë, po nuk thuhen. Po fillojmë. Pse meritokracia është një mit dhe jo një realitet? Sepse ajo presupozon tre kushte që nuk ekzistojnë. Barazia reale shanses, matje objektive të vlerës, shpërblim proporcional me kontributin njerëzor. Asnjë nga këto nuk përmbushet në një shoqëri moderne të sotme njerëzore. E para, a ka barazi reale për të dhënë mundësi dhe shanse të barabarta të gjithëve? Absolutisht jo, nga se varet nga connection, nga lidhjet, nga përqasja, nga aferimiteti që kanë me njerëzit e pushtetshëm, me shtetin edhe me ata njerëz që kanë fuqinë ekonomike dhe politike në një vend caktuar. Matje objektive të vlerës. A ka një njësi që mat vlerën e meritokracisë dhe në bazën e kësaj njësije, në kuptoj këtë gjë, njësia e peshës është kilogrami, grami e gjitha këto mëra. Për meritokracinë ka një njësi që e mat meritokracinë? Absolutisht jo. A ka një shpërblim proporcional me kontributin njerëzor? Absolutisht jo. Edhe ne do të sillim raste pse nuk ka. Pra, sikur se tham, asnjë nga këto nuk përmbushet në shoqërinë e sotme moderne. Barazia e shanseve është formale, jo reale. Njerëzit nuk nisen nga i njëjti start. Disa trashëgojnë pasuri, trashëgojnë të ardhura nga
prindrit, nga gjyshrit, nga trashëgimia dhe pasuritë familjare që ata kanë pasur dhe nga një edukim i sigurt që ata marrin. Të tjerë trashëgojnë një mungesë, një pasiguri, një bariera nga familjet e tyre që vijnë nga pozicionet e një familje pa të ardhura, një familje e varfër, një familje që nuk ka krijuar brez pas brezit pasuri. Në këtë kontekst, të flasësh për garë të ndershme është një iluzion statistik edhe historik. Pra, nuk kemi shanse të barabarta. Njerëzit nuk konkurrojnë mbi bazën e shanseve të barabarta. Është sikur të nisësh një garë vrapimi, dikush të ketë berë, le të supozojmë se gara është 10 kilometra, dikush i ka berë 8 kilometra dhe ti e fillon nga starti 0. Kush do të mbërri në finish më përpara? Sigurisht, në finish më përpara do të arrijë ai person që e nis më përpara. Starti nuk është i barabartë. Pra që ata që nisën nga 0 dhe ai që nisën nga 8 kilometra. Edhe përpjekjet për ata që nisën nga 8 kilometra dhe janë shumë herë më të vogla se sa nga ai që nisën nga 0. Pra nuk kemi shanse të barabarta për një konkurim të ndershëm për të vlerësuar meritokracinë. Tani, tjetër gjë që duhet prapë ta marrim në konsiderat është, sikur se tham, matja e vlerës të meritokracisë. Kjo është subjektive, edhe është e politizuar. Vlera nuk matet sipas ndikimit mbi jetën njerëzore, nuk ka një njësi, nuk matet mbi ndikimin në jetën njerëzore, por sipas aftësisë për të kthyer në kapital financiar ose simbolik. Ajo që nuk shitet, nuk shihet. Ajo që nuk prodhon fitim të menjëhershëm nuk quhet merit. Për shembull, vlera e një infermiere që i shërben, po flasim për sa i përket kontributit, vlera e një infermiere që i shërben një njeriu të sëmur për të shpëtuar jetën nuk është e njëjtë me atë vlerë që shpërblet një person që bën art dhe është i famshëm. Kontributi është më i madh për sa i përket atij njeriu që shërben për të shpëtuar jetë njerëzish dhe kontributi i artistit është thjesht për argëtim. Pra, matja e vlerës është subjektive dhe nuk ka njësi me çfarë ta matësh këtë vlerë. Shpërblimi nuk ndjek atë kontribut shoqëror për pozicionin në hierarki, sistemi nuk pyet sa jetë shpëtove, por sa të ardhura gjenerove. Këtu është ajo hilja që jo shumë njerëz e thonë, po e fshehin. Sa të ardhura gjenerove, sa jetë shpëtove. Pra, njerëzit nuk vlerësohen sipas kontributit, por sipas të ardhurave që i gjenerojnë. Dhe kjo është e lidhur me meritokracinë. Kush ka më shumë merit, ai që shpëton jetë njerëzish apo ai që gjeneron më shumë të ardhura? Më shumë të ardhura gjeneron sigurisht ai që ka më shumë vëmendje. Edhe tjetër gjë që doja të thosha për pushtetin, miti i meritokracisë e justifikon paparazit pa përdorur dhunë fare, absolutisht. Ai e kthen padrejsinë strukturore në përgjegjësi individuale. Në vend të që shoqëria të pyes pse sistemi prodhon përjashtim, ai pyet pse ky individ nuk ja doli. E thënë shkurt. Ai që humbet është një njeri që është i pavlerësuar, kurse ai që fiton i merr të gjitha. Dhe është ai person apo individ që sistemi e selekton. Pra është një sistem selektiv që mbështetet mbi të ardhurat që gjeneron, jo mbi kontributin që jep. Pra, përfituesin miti krijon ndjenjën e legitimitetit moral. Pasuria dhe privilegjin nuk duken më si fat apo si trashëgimi, por si një virtyt personale, si një merit dhe kapacitet personal. Kjo eliminon ndjenjën e borxhit moral ndaj shoqërisë. Për sistemin, miti siguron stabilitet. Një shoqëri që beson se gjithçka është e merituar nuk rebelohet. Dhe
Pra, sikur se shikojmë për një shoqëri që është ndërtuar në mënyrë të tillë, njerëzit e pranojnë edhe nuk ka arsye pse të rebelohet, sepse defekti është që në sistem që është krijuar në mënyrën e organizimit të tij. Sepse tregu ne jetojmë një ekonomi tregu ku njerëzit vlerësohen në bazë të ardhurave, sikur se thamë, që gjenerojnë. Një këngëtar gjeneron më shumë të ardhurave se sa një infermier apo një doktor apo një shkencëtar. Edhe vlera e këtij personi matet me audiencën që ai krijon, me vëmendjen që ai merr me të ardhurat që gjeneron me njashme. Ndërsa një shkencëtar, një infermier, një kontribues real i shoqërisë punon në heshtje, edhe askush nuk e ka në vëmendje se çfarë ai po bën. Edhe e vërteta është se njerëzit më shumë vlerësojnë atë që është në vëmendjen e tyre, vlerësojnë atë që gjeneron të ardhura, nuk vlerësojnë atë që jep kontributi. Pra, duke filluar mbi këtë bazë, ne kemi një pabarazi edhe për sa i përket vëmendjes që një person ka në një shoqëri të caktuar. Pra, kur flasim në kontekstin që e meritokracisë, është thjesht një sistem i ndërtuar në mënyrë të kujdesshme, thjesht për të kontrolluar, për të manipuluar turmat dhe për të përjetësuar pushtetin e asaj klase që është në fuqi. Prandaj, sikur se tham, vlera e një personi nuk përcaktohet nga kontributi që ai jep në shoqëri, por nga vëmendja, nga të ardhurat që ai gjeneron. Edhe në bazë të këtij kriteri, ne kemi një shoqëri që selekton jo njerëzit në bazë të kontributit, po në bazë të ardhurat. Dhe dalim tek ajo pikë në cilën unë jo më kot pyeta që thash cila është njësia për të matur meritokracinë. Njësia për të matur meritokracinë ekzistoka, po që nga e fshet, e futur dhe e strukturuar dhe organizuar në mënyrë të tillë që njerëzit të mos ta marrin vesh drejt për së drejti. Dhe ajo njësi për të përcaktuar një njeri se çfarë merita ka, është sa të ardhura gjeneron. Në qoftë se këta njerëz gjenerojnë të ardhura, kjo është njësia në bazë të ardhurave që gjeneron, në bazë këtyre të ardhura matet meritokracia e këtij personi. Edhe prandaj këto doja të ndaja me ju sot dhe po i mbërmbledh të gjitha dhe thash që meritokracia është një mit sepse ata që kanë pushtetin e radhës ju intereson për ta hedhur në treg dhe njerëzit të besojnë në vlera, po që realisht nuk ekziston, është një mit dhe meritokracia ekziston për ata që gjenerojnë të ardhur dhe vëmendje dhe jo për ata që japin kontribut në shoqëri. Pra aq kohë sa shoqëria të vlerësojë në bazë të këtyre standardeve dhe referencave individin, asnjëherë ne nuk do të kemi një shoqëri të shëndetshme dhe të zhvilluar. Mendoj se ju dham përgjigje pyetjeve që unë shtrova, edhe dua t'ju dhe në dijeni për atë bisedën e radhës që do të kemi radhës tjetër dhe që është në lidhje me emancipimin e gruas në një shoqëri moderne. Jetojmë epokën e rrjeteve sociale, përdoren mjete, përdoren imoj, të cilat na bën të mendojmë që njerëzit po shkojnë drejt të folrit shkurt me shenja si ato hieroglife dhe ato shenja të kohëve primitive për të shprehur shumë. Dhe një nga këto shenja është imoj i zemrës. Ne themi që një shoqëri është e shëndetshme pra aq kohë sa e shëndetshme është familja e saj. Po një familje e shëndetshme është mbi bazën se sa e emancipuar dhe edukuar është gruaja në atë familje. Dhe
Në rrjetet sociale, pothuajse gjithandej ne kemi imojën e zemrës. Në ato emisione që Art Diaspora bën, ne dërgojmë atë zemrën për të gjithë. Dhe pyetja është, a është mëkat nëse dërgon një zemër dikujt në rrjetet sociale? Cili është simboli i zemrës? Është simbol human apo është simbol të cilën përcakton që një grua apo një burr i takon dikujt tjetër dhe konsiderohet si pronë? Këtë do të trajtojmë, është një çështje jashtëzakonisht interesante dhe unë kam bërë ato observimet e mpreta të mia dhe do të flasim rreth tjetër. Tani është momenti që të ndahemi. Unë ju uroj një kohë të mrekullueshme në vazhdim. Ju uroj që të keni gjithë të mirat. Zoti ju bekoft në familjet tuaja, kudo që jeni në çdo cep të globit. Mirupafshim.